Luiz Ailey shihet në komisariat, ja çfarë dihet deri tani. Një video e publikuar së fundmi në rrjetet sociale ka sjellë sërish në vëmendje këngëtarin e njohur dhe fituesin e Big Brother VIP, Luiz Ailey. Në pamje, Luizi shihet pranë ambienteve të komisariatit numër 3 në Tiranë, gjë që ka nxitur menjëherë reagime dhe komente të shumta. Sipas informacioneve që po qarkullojnë, prania e tij në komisariat lidhet me një ngjarje ku dyshohet se është përfshirë një familjar i tij. Megjithatë, deri në këto momente nuk ka asnjë deklaratë zyrtare që të sqarojë plotësisht rrethanat e ngjarjes apo rolin e saktë të Luizit në këtë situatë. Ajo që mund të thuhet deri tani është se prania e një familjari në komisariat nuk nënkupton automatikisht përfshirjen në ngjarje apo përgjegjësi personale. Në raste të tilla, është krejt normale që njerëzit të interesohen për të afërmit e tyre dhe të jenë pranë familjes në momente të vështira. Në videon që po qarkullon, Luizi shihet duke komunikuar me personat e pranishëm, por nga pamjet nuk mund të nxirren përfundime mbi arsyeën e saktë të prezencës së tij apo mbi natyrën e bisedave që ka zhvilluar. Për momentin, shumë prej informacioneve që po qarkullojnë mbeten në nivel pretendimesh dhe nuk janë konfirmuar nga institucionet përkatëse. Për këtë arsye, çdo interpretim i situatës duhet parë me kujdes deri në daljen e një versioni zyrtar. Ndërkohë, as Luizi dhe as përfaqësues të tij nuk kanë reaguar publikisht lidhur me këtë çështje. Deri në një shërim të plotë, mbetet e rëndësishme që ngjarja të trajtohet bazuar në fakte dhe jo në aludime, duke shmangur përfshirjen e emrit të artistit në akuza që nuk janë provuar apo konfirmuar zyrtarisht.